Predikuesi të njohur fetar Imran Hoxhein ditën e njëjtë ju ndalua futja në territorin shqiptar. Pas një vizite në Beograd, ai u nis me avion drejt Tiranës, por sapo tentoi kalimin kufitar, ai rezultonte me kod të kuq dhe përpasoj u lajmëruan forcat e antiterrorit. Ai cilësoi si rrezik për sigurinë në vend dhe nuk ju lejua hyrja në territorin ton, por u kthye në Beograd. Vion të ketë ende mistere se kush e solli në Shqipëri. Ai kishte pronotuar një dhomë në Durrës dhe pritej që në qytetin bregdetar të mbante edhe një ligjërat, por ardhja e tij nuk ka fare lidhje me komunitetin musliman. Ka reaguar pas bujës së madhe që bëri ndalimi i tij dhe bën me dije se nuk kanë asnjë lidhje me të. Në reagimin e tij, KMSH thekson se nuk ka informacion mbi arsyet e vizitës së Hoxhein apo mbi vendimin e autoriteteve për ndalimin e tij në vendin ton. Komuniteti musliman i Shqipërisë sqaron se zoti Imran Hoxhein nuk ka asnjë lidhje me institucionin ton dhe nuk është ftuar nga KMSH për asnjë aktivitet, ligjërat apo vizitë zyrtare. Gjithashtu, KMSH nuk ka informacion mbi arsyet e kësaj vizite apo mbi vendimin e autoriteteve për ndalimin e hyrjes së tij në vend, duke qenë se zoti Hoxhein nuk ka asnjë lidhje me KMSH. Për çdo sqarim lidhur me arsyet e ndalimit të tij, ju ftojmë t'i drejtoheni autoriteteve të sigurisë dhe institucioneve përkatëse shtetërore, shprehet në deklarat Komuniteti Musliman i Shqipërisë. Siç mësohet, ndalimi për hyrjen e tij është bërë pas një kërkese amerikane, pasi Hoxhein ndodhet në listën e zezë të SBA-s dhe i është ndaluar viza prej kohësh. Imran Hoxhein, përfaqësues i shkollës selafiste, konsiderohet një nga imanët më me ndikim në botë, ka një rrjet të gjerë ndjekësish në rrjetet sociale. Ai ka folur shpesh mbi luftën dhe duket se e promovon vlerat ruse.